Ndonse në vitin 2024 ekonomia shqiptare ka ruajtur rritje rreth 4% në të njëjtat nivele me vitet e mëparshme, nëse shihen të detajuar kontribuesit në këtë ecuri, realiteti është gënjyes. Në vend që të mbështetet tek prodhimi, ndërtimi, tregtia dhe shërbimet apo industria, ajo është mbajtur kryesisht nga efekti fiskal i taksave neto dhe shpenzimet publike për pagat e administratës, duke theksuar një model të rritjes së nxitur nga konsumi dhe politika buxhetore, jo nga baza reale prodhuese. Për herë të parë në historinë e post-tranzicionit, shteti ka qenë kontribuesi më i madh i ekonomisë në vitin 2024, duke sjellë më shumë se gjysmën e rritjes. Ironikisht, fakti që shteti po mban mbi shpinë më shumë se gjysmën e rritjes ekonomike na rikthe në kujtimet e ekonomisë socialiste, ku rritja mbështetej tek shteti dhe jo tek prodhimi real. Në rezultatin prej 4% taksat neto dhe ndikimin më të lartë, në 2024 sipërmarrja private solli vetëm 49% të rritjes totale të ekonomisë. Ky është kontributi më i ulët historik i bizneseve që nga 1996, kur Instat raporton të dhënat. Ecuria e prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2024 është mbajtur artificialisht më lart përmes rritjes së të ardhurave fiskale, jo përmes rritjes reale të prodhimit apo eksporteve. Të ardhurat nga TVSH dhe akcizat janë rritur për shkak të çmimeve më të larta dhe konsumit të brendshëm të nxitur edhe nga turizmi, por kjo nuk përfaqëson domosdoshmërisht rritje të qëndrueshme ekonomike, shkruan Monitor. Edhe qeveria e ka nxitur këtë tendencë përmes politikës së rritjes së pagave në administratën publike për 2 vjet të radhazi, në një përpjekje për të konkuruar me rajonin dhe për të shtyrë sipërmarrjet private që të bëjnë të njëjtën lëvizje edhe përmes pagës minimale, pa u shqetësuar shumë për lidhjen me produktivitetin, duke vënë në siklet sipërmarrjet prodhuese. Pasojat po ndihen në ekonomi. Nëse heqim kontributin e shtetit, rritja në 2024 është vetëm 1.97% nga 3.84% vitin e kaluar, duke qenë niveli më i ulët që nga 2013. Një analizë më e detajuar sipas aktiviteteve ekonomike tregon një model të paqëndrueshëm ekonomik për të mos thënë rastësor. Ndërtimi, akomodimi dhe shërbimi ushqimor, energjia elektrike, furnizimi me gaz, që kanë qenë kontribuesit kryesor të rritjes deri në vitin 2023, kishin një efekt minimal në vitin 2024. Ndërtimi është një sektor ciklik, që duket se ka arritur një maturim të ri, ndonse ka ende shumë projekte në horizont që kanë marrë leje për të zhvilluar nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Në vitin 2023, ndërtimi i solli gati 1/3 e rritjes, ndërsa në 2024 kontributi zbriti në 13%. Ritmi i lartë i ndërtimeve në një korelacion të çuditshëm që nuk lidhet shumë me kërkesë ofertën apo me rritjen e të ardhurave dhe pagave, vetëm sa i ka bërë më të shtrenjtë apartamentet për vendasit, sidomos në kryeqytet. Çmimi mesatar i banesave në Tiranë ka rritur në rreth 2.000 euro për metër katror, duke u trefishuar në krahasim me 2 dekada më parë dhe duke e bërë kryeqytetin shqiptar ndër më të papërballueshmit në Europë në raport me fuqinë blerëse, sipas të dhënave të Numbeo, duke qenë një faktor shtesë që ka rritur kostën e jetesës krahas produkteve ushqimore. Akomodimi dhe shërbimi ushqimor, një sektor i nxitur nga turizmi, sërish nuk po arrin të ketë efekt dominues, duke dhënë ndikim të kufizuar. Të dhënat e Instat tregojnë se vlera e shtuar në këtë sektor po rritet shumë ngadalë se të ardhurat, duke sinjalizuar efekt më të ulët në ekonomi. Energjia është një sektor i varur tërësisht nga moti, teksa prodhimi nga uji sjell ende mbi 90% të totalit, ndonse po rritet ngadalë dhe pesha e fotovoltaikëve. Aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike apo profesionet e lira, një nga treguesit e zhvillimit të ekonomisë moderne, sepse përfaqëson kapacitetin analitik dhe kreativ të ekonomisë dhe burimin e inovacionit për bizneset e tjera, që po rritej me shpejtësi vitet e fundit, u të kurrëndjeshëm në 2024. Përpjekja e qeverisë për të taksuar rënd këtë aktivitet në 2024, që dështoi përkohësisht pas kthimit nga gjykata kushtetuese, duket se është reflektuar në stepjen e tij. Tregtia me shumicë dhe me pakicë po jep gjithashtu kontribut të ulët me 12% të totalit të rritjes, teksa emigracioni ka ndikuar negativisht në konsum, që nuk arrin të rikuperohet plotësisht nga turizmi, shtrëngtimi i çmimeve, ndërsa ka ndikuar pozitivisht në kontributin e taksave neto, duke shtuar të ardhurat buxhetore, ka ulur fuqinë blerëse të popullatës. Sektor të tjerë të rëndësishëm për punësimin si bujqësia, industria nxjerrëse dhe ajo përpunuese kanë thënë kontribute negative për 3 vite radhazi, duke reflektuar vështirësitë strukturore të ekonomisë reale, si nivelin e ulët të investimeve, kostot e larta të energjisë dhe mungesën e fuqisë punëtore.